Vlen përmendet rasti i një gruas në kohën e të dërguarit të Zotit, Umu Selemes. Është përmend hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam për durimin e kësaj. Kjo grua e humbi evladin e saj të vetë. I vdiq. Besimin në Zotin bën mrekulli, bën mucize, bën gjëra që njeriu me mbështetje tek Zoti sillet në atë formë, në atë mënyrë që është e pamundshme të besohet nga të tjerët se a vërtet e arriti këtë, a vërtet e bëri këtë. Prandaj, në momentin që i vdiq djali, e mori, e rregulloi, përgatiti domethënë kufomën. Edhe burin e kishte në punë. Në moment që u kthye buri, kjo e priti domethënë e buzëqeshur. Jo domethënë ta trishtoj. E di çfarë ka ndodhur, ku je ti? Pse nuk ishe këtu e më të kam betë dunjaja, jo. Me thënë e priti e buzëqeshur, bile dhe me thënë, kishte përgatitur edhe darkën. Djali dhe me thënë i vdekur në dhomë tjetër. Kjo dhe me thënë kujdeset, mos me trishtu bashkëshortin e Butalhan. Edhe pasi që u stabilizu në qetësu më tha, o burije më tha, të pyes diçka. Në qoftë se dikush në ka huazu diçka, në ka dhënë diçka, dhe pastaj e kërkon, a do duhet me ja kthy? Tha sigurisht. Tha atëherë buri im, tha, Allahu na e dha djalin, tha, edhe Zoti tha na e mor. Kaq. Ebu Talha shkoi këtë ja tregoi të dërguarit të Zotit. Dhe kjo sjellje e kësaj gruaje të madhe e maniti edhe të dërguarin e Zotit. Dhe pejgamberi alayhis salam bëri dua, tha o Zot, për hir të këtij durimit që e kanë bërë, begatoj me pasardhës të xhairit. Dhe kështu ndodhi. Pastaj domethënë këta patën edhe fëmijë të tjerë. Por imagjino domethënë njeriu kur është në lidhje me Zotin, e ka shumë të lehtë, absolut. E ka shumë të lehtë që çdo gjë ta tejkalojnë në formën më të lehtë të mundshme.